Shtëpia e Big Brother Kosova VIP 4 nuk është në ujër atë qetë që pas futjes së Xhenetës me misioni fillestar për të pastruar atë shtëpi dhe pse gojën e saj nuk i kishte aq të pasur në debate dhe në diskutimet që kishte me banorët. Sigurisht që futja e saj ishte një lloj sinjali dhe për të aktivizuar lojën pasi banorët ishin përgjumur, por ajo është opinioniste në TikTok edhe harroi këtë pozicion që kishte dhe u fut në lojë me një mori informacionesh dhe me një mori goditjes. Sigurisht nuk i kishte me gjithë, me Benitën e mbajti tek tuk, përveç asaj që i tha a i lan flokët, a heq make-upin, kurse Alba e ka injoruar për gjatë gjithë kohës edhe pse ka pasur një lloj bisede të qetë me të ku nxori një Alba pozitive, sa kaq ka pasur dhe diskutime dhe gricje të forta, ka hedhur shumë shashka në atë shtëpi, ka provokuar dhe nga provokimet është ajo që ka pasur midis treshesh Klodi, Londrim, Eliona, ku për këtë të fundit për mua pati një qasje të gabuar pasi i tha ke mashtruar me historinë tënde, pra ende vijoj me këtë gjyqin politik që bëjmë jashtë personazheve dhe nuk merremi me thelbin aty brenda, ku ka edhe situata ku mund të analizosh edhe mund të kapesh. Po sigurisht kjo është kur e shikon Big Brotherin nëpër Instagram edhe nuk e shikon live që të mbash shënime dhe të shikosh dhe të japësh një opinion të saktë. Por Eliona e ruajti një lloj qetësie dhe më pas ku kishte një lloj ballafaqimi me të, ja tha në sy që nuk më ke pëlqyer si banore se mbashmën për brekët që ke treguar në Prime dhe ke pasur fjalorin e pisët. Nga ana tjetër, Xheneta ka hedhur një lloj shashke midis dyshes Klodi dhe Londrim që kanë pasur debate të lehta këto orët e fundit, ku sipas saj edhe sipas asaj që e themi gjithmonë, Londrimi nuk po e jep veten e tij. E kemi thënë dhe do ta themi për sa kohë ka të njëjtën qasje që është energjik, që është gazmor, që bën gjëra fani, që i gjendet banorëve aty, por nuk krijon dram, nuk krijon lojë, nuk krijon një lloj zhvillimi. Sigurisht e ka parë që ndoshta ka një lloj banaliteti në situatat që del në Prime, për sa kohë e ka marrë njoftimin që është i preferuar i publikut në atë përqasje që e ka treguar dhe përgjatë Prime-it. Nga ana tjetër, Klodi është ai që po ngucet më shumë me Benitën dhe kjo e fundit e ka treguar që nuk e ka problem të bëj lora bëri me Klodin, për të cilën u shpreh dhe që ishte e penduar. Sa kaq një tjetër debat që ka pasur Xheneta ka qenë ajo me Labinot Rexhën, edhe pse gjithë qasja saj për mua ka shumë vend për kritika dhe u fut me një lloj arrogance duke edhe i fyer banorët, edhe pse shtëpia ishte gati sikur e kishte zënë pandemia një kolerje me atë pislikun dhe me atë qelburin, por duhet të gjesh taktin dhe fjalë që sigurisht ajo nuk i ka, është në atë delirin dhe ende shfrytëzon gjestin siç e kemi parë këto orë të qëndrimit të saj në Big Brother që kërcen. Por duke mbetur tek raporti dhe te situata që kishte me Labin, Labi provokon në mënyrë të fllihur. Ai njeri bën gjithçka për lojë, por më pas tërhiqet dhe kërkon falje. Çfarë bëri me Xhenetën dhe pse ajo e quajti perverse? E quajti perverse se ai tha që ti ke dal me burra të moshës time për kafe. Sigurisht që e pyeti për historinë e famshme të serbes se e ka fëmin me ta, apo jo, tha që jo, e kam ndihmuar, është e kushëririt të tim, familja e Labit, pastaj nxorri biseda që ky që ka takuar me këtë gruan serbe e ka ndihmuar, palavra dhe një histori që për mua është bërë shumë e lodhshme. Nga ana tjetër, ajo që po qarkullon tani në rrjet është një fjalë që Labi e ka thënë në mënyrë më denigruese, më të ulët, më perverse, më cinike, që ka futur në lojë dhe familjen e tij, ka futur djalin e tij Ibrahimin, që sipas tij mund t'i japi cucullën në gojë Elionës dhe është një nga momentet më të turpshme që ka parë ky Big Brother deri më tani. E sigurisht reagimet janë kundër tij edhe menaxhmenti dhe familja e Elionës kanë reaguar për këtë situatë që tregon një lloj degradimi, tregon një lloj nënçmimi për çmimi edhe një gjuhë shumë të ulët seksiste dhe denigruese që Labi bën me Elionën, që le të themi e ka kapur si një lloj trampoline për të bërë lojën e tij. Edhe u ndikua pak nga Xheneta ku përmendi këtë pjesën e Elionës se ke gënjur dhe Labi direkt u hull në sulm për ta goditur Elionën, për ajo me një lloj qetësie se e ka thënë qetësia ime ndoshta është arma në këtë lojë dhe pse për disa mund të jetë tinxare provokuese sa i përket situatës me Klodin. E kam thënë që të dyja kanë përdorur njëri tjetër për të pasur një lloj situate dhe një lloj zhvillimi. Klodi më është një flirtues, se këtë gjë ka treguar që nuk e ka problem, por kur i mblidhet laku, drellon edhe bën situata të ndryshme. Pritet një Prime ku mund të ketë hyrje
flitet sërish për Lim Hotin, duhet një lloj energjie, duhet një lloj ndryshimi që vllai i madh duhet i bëj, nuk po shikojmë një kuti Pandore. E për sa kohë unë them që Labinot Rexha nuk është i fortë në atë lojë, se kur e pyetën se nëse do të vitë një kuti Pandore, këtë do të nxjerrë kokë më kokë, ai tha kushtrimi dhe bijan. Oh my god. Çfarë lojtari fort duhet të jesh? Nuk kuti Pandore duhet të kenë 2 emra të llatarshëm siç e bëri vitin e shkuar Leo Qëndzori, Driloni dhe Gjestin kokë më kokë. Pra pritet një kuti Pandore që të trazoj situatat apo pres një lloj dënimi që vllai i madh duhet të bëj banorëve, qoftë në burg apo qoftë në një lloj izolimi për ta zhvilluar lojën ndryshe se janë bërë përporse të qelbër në shtëpi që nuk bëjnë punë, toksik edhe shumë të bajatshëm me një lloj fjalori dhe me një lloj loje denigruese, banalizuese dhe asgjë interesante për ta ndjekur, por sidoqoftë presim se si do të arsyetojnë për gjitha veprimet që kanë bërë përgjatë këtyre ditëve banorët tanë të dalluar. E sa i takon kush do t'ike, kam thënë që jam i dyshdyshes, ndoshta bia se për mua nuk duhet më pornografia dhe OnlyFans ajo shet në atë shtëpi se nuk komunikon, nuk flet, nuk ka situata, përpos kësaj sjellje pornografike që e ka, e sa i takon, ndoshta mund të jetë në rrezik edhe Labinoti i ri për të cilin pyetet mbrëm në darkën e nuk kishte darkë, por kishte pyetje nga publiku që po tenton të krijosh një lloj situate me Elion për të shpërtuar nga televotimi, sa kaq nuk e di nëse do të ketë një lloj mobilizimi të ndjekësve të Edit për të nxjerrë nga loja Arditin i cili ishte provokuesi, edhe pse për të tjerët ishte Ludoli ai që e nxiti dhe e nxori Edin nga shtëpia, por në fund ditës ishte sjellja dhe agravimi dhe mos kontrolli i vetes ai që e nxori nga shtëpia dhe ishte vendimi i shumicës të publikut për ta nxjerrë një lojtar nga shtëpia e Big Brotherit. Sigurisht që përgjatë këtyre orëve ka pasur shumë zhvillime, pastaj takon pasërtisë së shtëpisë, nuk më pëlqeu në një moment kur Xheneta u shpreh se kush është ai burr që do të marr Albën duke treguar dhe një herë tjetër apo duke vënë në pa pasërtinë e Albës, pra një person që nuk rregullohet, që nuk kret, që nuk mban higjen vetjake, që nuk është, le të themi, e pastër. Për mua është shumë denigruese të fyesh në këtë formë një grua kur ti vet ke pasur të tilla komente apo ke pasur komente, le të themi jo se njihet për pastërti, po ke pasur komente shumë të vështira, të rënda, edhe që ke pasur një urrëtie masive përgjatë lojës që ke bërë në Big Brother, e të vish duke pasur parasysh që ke ende xhaketën e opinionistes në Big Talk me shumë qasje dhe me një lloj tangërdhiku, me dhe një lloj nëntshmimi që për mua nuk është i nevojshëm që u lodh vllai i madh për ta bërë lojtar Dolçen dhe kushtrimin, edhe pse ky fundit nuk do të luaj dhe nuk e di pse është ky interes për ta futur në lojë. Dolçen e thirri vllai i madh në dhomën rrëfimi se e nxorën dhe me video në Instagram, ku e pyeti që përveç se ekspozimi që ke çdo mëngjes është kjo një taktik, i tha që shpreh më shumë nga brendësia e saj, nuk do të dali se ka të tjerë që ndoshta mund të japin më shumë dhe mund të krijon situata më të bukura. Nuk ka fund Big Brother për të komentuar, për pak a shumë ky ishte edhe troçmëritin për këtë të premte. Mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Kuajo në YouTube.